Me që se mori një shembull konkret, a e dini ju që ligji i investimeve strategjike e ka efektin deri me 31 dhjetor? E di, është duke u përgatitur, e di, ne po flasim aktualisht s'ka skaduar. Ligjet mund të skadojnë, ligjet mund të skadojnë. Ndryshimin e ligjit përhersh, për shembull Sazani as nuk ka një projekt sot. Ka projekt, kështu që informoni që ka një projekt. Nuk di të ketë një projekt në Këshillin e investimeve strategjike. Nëse e di ti, na e thuaj sot me çfarë numri është ky projekt. Investitor të huaj kanë interes. Mund të ketë dhe por kjo ne s'mund. Zonja Sina, bëhet fjalë për një periudhë 6 mujore. Po pra. Bëhet fjalë për një periudhë 6 mujore. Dhe ma shpjegoni dot me çfarë jemi në këtë fazë. Ma shpjegoni dot me cilin arsyetiv ju për një ligj të përkohshëm 6 mujor do ndryshoni një ligj të përhershëm. Pra kush është urgjenca ose rasti konkret që juve ju është bllokuar, pra ju morët gjatë prezantimit, Zonja Sina ju thatë që unë e kam mbajtur shënim, ju thatë që ka bllokime dhe vonesa. Ka bllokime dhe vonesa. Ju e thatë, meqense e thatë, dua të më jepni këtu 3 shembuj të bllokimeve të një investitori që ka kërkuar port dhe 3 shembuj të vonesave të një investitori që ka kërkuar port, që ty të ngeli ngrit ky problem sepse është kërkuar. Një ose një shembull, më fal. Ky është prezantimi Zonja Sina, ju lutem. Qetësi, po Zonja Sina vazhdon. Për sa i përket afateve kohore. Më thoni një rast. Për sa i përket, ju lutem se është brenda pyetjes së zonjës. Ju lutem, lëreni ta mbaroj. Lëreni ta mbaroj. Zonja Çakëri. Jo. Nuk i ndërhym, pa merak, jo. Nuk i ndërhym, jo. Mos ki merak, nuk i ndërhym. Më thoni ju lutem, nuk i ndërhym. Jo, zonja Vata Zere se nuk e pyetje. Vazhdo. Zonja Sina të lutem. Për sa i përket periudhës kohore, për sa i përket një rast që është bllokuar, për sa i përket periudhës kohore, për sa i përket periudhës kohore që ligjit i mbaron afati në 31 dhjetor, jemi duke përgatitur një draft që ky ligj do të shtyhet duke e bashkangjitur dhe me direktivat e Bashkimit Evropian. Po, do ta shtyjmë, po. Pasi kemi, po tani do më lini të flas zonja, po më li të flas. Pasi ka interes të madh nga investitor të huaj. Pastaj dhe nëse ligji, mund të më thoni zonja Shupa, nëse ligji skadon në 31 dhjetor, gjithë investimet strategjike që janë duke operuar aktualisht, që nuk janë pak, janë rreth 40, duhet ta ndërpresin operimin, pra ligjit mund t'i mbaroj mandati. Kemi një rast që ka kërkuar port dhe ka bllokuar qeveria nga procedurat, që ty të ngrit problemi. Kemi zgjatje të procedurave, kemi në qarkun e Durrësit, kemi në qarkun e Durrësit. Më thuaj, kush quhet investitori? Kemi në qarkun e Durrësit dhe ndërkohë kemi dhe investime shumë të mëdha në Vlorë që investitorë të huaj po kërkojnë të investojnë në Vlorë dhe për shkak të pasigurisë juridike që Zonja Sina, ju në relacionin tuaj thatë. Okej, le të flas. Në relacionin Zonja Sina, në relacionin tuaj thatë. Dhe është e regjistruar. Zonja Çakëri, Zonja Vata, ju lutem. Nuk ka nevojë për sufleri, di vet ajo. Tani, Zonja Sina, ju thatë në relacionin tuaj. Dhe unë i kam mbajtur shënim që mos ju ndërpresja dhe thatë fjalia është e tillë. Janë bllokuar dhe janë vonuar shumë procedura portesh. Tani na thoni cilat janë bllokuar dhe cilat janë vonuar që ty të lindi domosdoshmëria për të bërë këtë ndryshim. Kaq e thjesht, fjala për ju. Vazhdo zonja Sina. Zonja Sina, për procedurë. Për procedurë, për procedurë. Për procedurë, nuk mund të vazhdojmë kështu. Kush e ka shkruar? Atëherë, nuk mund të vazhdojmë kështu. Kjo është pyetje e para njerë, e para me radhë flasim sepse këtu nuk mund ta bëj pazar. Po pra, ka bërë një pyetje. E ka zonja, jo pra. Është, po e ka zonja Sina se ka marrë një pyetje. Tani ma lër fjalën ta mbaroj se nuk i shton që vetë se më pret fjalën mua. Po sa të mbaroj pyetjen? Kur ta kërkoj, se nuk ta kërkoj kot. Po pra, tani e bëri pyetjen, kemi ndërhyr 5 herë.
Tani shiko çfarë bën, e kupton? Ja, ti merr celularin dorë. Po pra zotëri, sepse kjo është gjendja, e kupton? Mund të përgjigje. Po, të lutem përgjigju. Një rast se duhet ta dini dhe ju me që vini nga qarku i Vlorës, por që nuk është se keni ardhur ndonjëherë në Vlorë dhe nuk i dini problemet e Vlorës. Nuk vi në Vlorë, kështu që po, dhe në Sarandë. Shumë mirë. Po se ku vi unë ti po dhe në Sarandë do ta mbështesni këtë nisëm se është për të mirën e Sarandariotëve, për të mirën e zhvillimit ekonomik. Jo, nuk ma than ata. Projektligjin e kam shkruar vetë. Mos kaloni. Është njësoj zonja Zhupa si erdhët te Komisioni Ekonomik, partia juaj dhe solli atë nismën për sa i përket paqes fiskale që favorizonte bankers dhe unë më linte dyshimi të thosha që u ka shkruar bankersi për ta favorizuar këtë projektligjin. Nuk ekziston. E kemi amendamentin aty që ju rrëzuar. Daj mos e kaloni në personale, daj mos e kaloni në personale. Kemi Marinën e Vlorës që po ndërtohet një kompleks i tërë turistik dhe aktualisht procedura e portit Si ku ka aplikuar? Kur ka aplikuar, pra që është bllokuar? Çfarë date? Është pjesë e projektit, dhe nuk po arrin dot ta realizoj projektin për shkak të kësaj mbivendosje procedurale. Zonja Sina, ju thatë që ky ligj siç është tani ka paraqitur bllokim, jo s'ka gjë mbajnë fjalën. Ka bërë bllokim dhe vonesa. Nëse e ka bërë, ju do më thoni rastet dhe është rastet e Marina kur kanë aplikuar për portin, po pa tjetër kur s'ka fatet si ke sjell projekt ligj më zonjë. Në momentin ti duhet vije këtu, e di si bëhet projekt ligji nëse. Po e di unë si bëhet projekt ligji. Nëse e di ti duhet vije këtu me 10 raste që janë bllokuar, që është bërë problem. Se si që ka bërë problem Kam rastin më kryesor, rastin e ishullit të Sazanit, që është një investim. Po pra, pikërisht është shumë problem ka kërkuar dhe për shkak të këtyre pasigurive juridike që aktualisht dhe burokracive që ka ata janë duke u tërhequr dhe mua më intereson që ato miliona dhe miliarda dollar të hyjnë qarku të Vlorës. Unë dhe europianët më komunist nuk do reagonin kështu siç po reagoni ju për investimet strategjike dhe në Europë dhe këto janë praktikë. O zonja Sina, pyetja është shumë konkrete. Pyetja është shumë konkrete. Do na thuash zonja Asina që ti kur e nis një projekt ligj, ekziston një problem. Ekziston një problem që ti e nis një projekt ligj ose ekziston një porosi. Në këtë rast unë besoj që ekziston një problem. Jo, nuk lexove gjë tek ligji që ka porositës. Po pse do ta shkruash ti te ligji? Tani ku i gjete këtë fjalë? Po tani do të pyes ty pra. Se unë mendoj ose nuk keni lexuar asnjë gërm nga ligji investimeve strategjike, ose jeni e më fal, ose keni keq dashje për të keq dhe për të disinformuar, për të disinformuar, jo dhe zhurmuses, po flet as me argumenta, as me ligje, po bën zhurmë. Nuk të dëgjon njerëz. Më kthe përgjigje. Kur ka aplikuar Marina dhe pse është bllokuar? Jo më po e pyet zonja që ka sjell. Pra zonja thotë un kam sjell një ligj. Zonja sjell kam sjell një ligj, thotë se është bllokuar Marinës. Atëri bie që është me porosi për Marinën. Po nëse ka aplikuar dhe ka këtë mbivendosje procedurale dhe ende është bllokuar si projekt. Kur ka aplikuar për port, për koncesion për port? Kur ka aplikuar? Jo ti më zotëri se ti se propozues. Po jo më zotëri është propozuese. Vazhdo zonja Sina. Nuk e ke këtë përgjigje. Okej, vazhdoj me pyetjen tjetër. Jo, doni ta dëgjoni ty, po që kanë dëgjuar qytetarët. Jo më zotëri ti s'dash përgjigje. Ti the mbas një ore, se unë e kam në të filmuar. Mbas një ore the zonja Sina, mbas një ore the Marina. Kaq. Marina çfarë? Kur? Si u bllokua? Që të thuash që unë do ndërhyj në ligj sepse ka bllokim, që të jemi gjithë më të qetë se kemi kohën e dur. Dhe jam shumë e qetë në pyetje. Shumë e qetë, zonja Sina. Ju thoni, në propozimin tuaj, ka bllokime dhe ka vonesa ligji siç është tani. Që ta thuash këtë pohim, të duhesh të sjellësh disa raste me data që ka aplikuar që në 2018
Dhe a blokuar sot 2026 s'po e marrin dot. Ka 2 vjet që ka aplikuar. Ka aplikuar për të marrë port. Dhe jo port, o zonja Zhupa, porti është pjesë përbërëse e investimit strategjik. Dhe tani i duhet investitorit ta kaloj në një procedurë të dytë koncesionare. Pse mos ta kalojnë në një procedurë të dytë koncesionare sipas jush? Sepse pse do duhet të mos e kalojë? Kur e ka kaluar një herë sipas Komisionit të Investimeve Strategjike. Ka kaluar një herë, po jo për port. Po dhe për port, sepse porti është element i sigurisë kombëtare. Është miratuar si tërësi dhe porti brenda kësaj njësie. Po porti ka procedurë më vete. Apo një vend ankorim. Pse mos të ketë procedurë më vete siç e ka sot? Pra pse mos ta marrë si koncesion? Pse duhet t'i dhurojmë edhe marinës? Pse duhet t'i dhurojmë port, më zonjë? Mbasi i dhurojmë gjithë dynjan, pse t'i dhurojmë edhe port? Nuk ja dhurojmë, nuk po dhurojmë. Pse duhet t'ja dhurojmë, pse duhet mos jetë një procedurë konkurruese transparente koncesionare? Projekt ligji nuk parashikon privatizimin e porteve turistike. Pronësia mbetet publike dhe kontratat janë me afat. Eqja e procedurës konkurruese zbatohet vetëm për ato projekte që kanë marrë statusin e investitorit strategjik dhe janë miratuar si njësi e vetme zhvillimore. Bëhet fjalë vetëm për harmonizim procedurial, pasi të dyja ligjet kanë qenë ekzistus. Thjesht po harmonizojmë 2 ligje. Nëse zoni ta kuptoni, mos e kuptoni. Jam e sigurt që e keni kuptuar, por doni të bëni zhurmë për të kapur premjen e ditës, vazhdo kapeni. Lëre propagandën se as nuk më shqetëson fare. Tani zonja Sina, juve thatë këtu që morët një rastin e Marina të Vlorës. Po e marrë të mishën unë që ka aplikuar që nuk dhatë një datë se kurse, si po e marrë të mishën. Tani unë prapë nuk e justifikoj dot që për një rast të ndryshohet një ligj. E kupton, prapë nuk e kuptoj dot kush interesi publik që për një rast të ndryshohet një ligj dhe kjo është e pa justifikuar. Së dyti, ju thatë këtu që investimi strategjik është për një kohë të caktuar. Tani ju du ta dini që kur ndërtohet një resorti vetëm po e shëmbi natyra, të ketë një fatkeqësi natyrore, se resorti është për gjithmonë. Me sa e di unë, këshu e di unë edhe logjika, e kupton zonë Sina, besoj e kuptoni dhe ju, që një resort dhe një investim strategjik është për gjithmonë i tillë. Vetëm në rast se fatkeqësitë natyrore në tsunam anë i tërmet e shëm, se ndryshe nuk ka pse mos ekzistojë. Në të njëjtën formë do jetë edhe porti pjesë e investimit strategjik për gjithmonë. Sepse nuk do shëmbet investimi strategjik mbas 10 vjetësh, apo mbas 5 vjetësh, apo mbas 20 vjetësh. Pra shkosa e keni lidhur me ekzistencën e këtij investimi dhe porti është përjetësisht pjesë e atij investimi strategjik. Këtë keni sjell. Nëse nuk e dini çfarë keni sjell, është çështje tjetër, por këtë keni sjell. Pra keni sjell një projekt ligj që praktikisht i dhuron projektet investimi strategjik përjetësisht. Jo, nuk dhurohen, ndaj mos më po kështu është. Keq informoni dhe mos ju se mbas 10 viteve informoni ato çfarë un kam thënë. Zonja Sina, mbas 10 viteve nuk ekziston me investimi strategjik? Do prishet resorti? Do prishet porti? Investitori strategjik i nështrohet kontratës koncesionare. Dhe në raste Cilën koncesionare? Ti thua mos ta bëj me koncesion pra. Në momentin që është pallur investitor, e kam lexuar zonja Vata. Vazhdoni përgjigjuni Lëri. Në momentin që investitori strategjik e ka kaluar të gjithë, se ju thatë kush aplikon, të gjithë që aplikojnë për të marrë statusin, të gjithë e marrin. Gjithë nuk është e vërtetë, se nga 2016 deri më sot kanë aplikuar 88 investitor për ta marrë të status dhe vetëm 40 e kanë marrë. Janë skualifikuar 40 gjatë garës. Kjo do të thotë që Komiteti Investimeve Strategjike e bën një garë konkurruese, paraprakisht, në momentin që jep statusin e investimit strategjik. Këtë më na e trego zonja Sina. Po se se dini zonja Zhupa. Po ja na shkaloni zonja Zhupa. Po ja na shkaloni, nëse doni ligji investimeve strategjike, ti nuk e sjell sot ligjin e investimeve strategjike. Po harmonizimin. Ti ke sjell merruni me harmonizimin. Merruni me harmonizimin e tyre dy procedurave. Merruni me nismën. Merruni me harmonizimin dhe mbivendosjen proceduriale. Nuk e more për të përgjigjur një pyetje.
e cila ishte shumë e thjeshtë dhe nuk u përgjigje dot. Pyetja është, investimi strategjik mbas 10 viteve nuk ekziston më? Ekziston, është atje, investim strategjik dhe portin e ka investim strategjik. Që do të thotë, ti po kërkon me këtë ndryshim që portit mos jetë më procedurë koncesionare, siç e ka sot që mund ta marri dhe Marina dhe kushdo që të vi për Sazanin, për tjetrin, se a mohon njeri me një procedurë koncesionare, e merr dhe e gëzon. Kurse ti po kërkon diçka tjetër, ti po kërkon që e para të jepet pa ndonjë garë, të jepet thjesht se është investitor strategjik, si që jepet Pishina. Po, ti thua që lexojini mirë, ju këshilloj të lexoni ligjin e investimeve strategjike. Lexojini më mirë se jeni keq informuar. Zoja Sina. Ne i kemi dhënë një sër të mirash investitorit strategjik, të cilin sigurisht si investitor strategjik ja ka dhënë ky ligj i përkohshëm investime strategjike një sër të mirash. Tani me cilën logjik, mbasi ju kemi dhënë një sër të mirash, unë mund të ri dhe të t'i them ty, uroj që i di publiku, edhe ndoshta dhe ju, mbasi sër të mirash, portet nuk ja u kishim dhënë, sepse ishte një ligj tjetër, sepse ishin siguri kombëtare, sepse ishin menaxhimi i hapësirës detare, sepse ishin publike strategjike dhe e kishin dhënë me një procedurë tjetër. Nuk ja u mohonin të drejtën për ta marrë, por me një procedurë konkurrimi koncesionare të mëdhetshme. Ajo që ju synoni tani është të barazoni pishinën e resortit me portin. Si që jep leje për ta marrë pishinën, normalisht do ta bëja e pishinën, i jep dhe lejen e portit. Dhe për aq kohë sa do ta gëzoj pishinën, do të gëzoj dhe portin. Pra për aq kohë sa do të ekzistoj investimi strategjik. Nuk ke ti ndonjë limit aty. Ti nuk ke fole pra një sekondë. Kemi falje të pronës publike, ndaj të lutem Sonja Zhupa, mos disinformoni. Po, dhe kuptoni shumë mirë të vërtet. Mua vjen shumë keq që s'po kthen dot asnjë përgjigje, vazhdon mos disinformo se e di se di. Kthe përgjigje është më kollaj për ty, nëse i di. Nëse do të marrë Zonja Zhupa, informoni, disinformoni, e dini se di. Ç'është përgjigje? Nuk e di çfarë përgjigje nuk keni marrë ju, se gjitha përgjigjet janë kthyer, por doni të bëni zhurmuesen dhe doni ta nxirrni Zoja Sina. Me qëse dy të parat nuk i mora përgjigje, po të pyes të tretë. Çfarë nuk more, çfarë? S'mora përgjigje si të ka lindur interesi, pra kush janë rastet që u kapet teksa Marina SHPK në Vlorë. Pra vetëm për Marinën ti do ndryshosh dhe Sazani dhe interesi ekziston akoma si kërkesë. Po, se doni ju, po, ekziston Sazani dhe interesi ka vendim Kizi. O zonja Zhupa, po të lutem më litë sqaro, se s'po ju kuptoj fare, po vetëm zhurmë është i vetmi komision që mua po më skandalizon realisht për etikën, për seriozitetin dhe për paaftësinë në argumenta. Po, është Marina SHPK. Është Marina SHPK. Zoja Sina. Zoja Sina, nuk mund të thuash në prezantim që janë blokuar portet dhe tani flet për një investim që nuk ekziston akoma si investim. Pra, e kuptoni ku kemi arritur? Kemi arritur në pikën që të argumentosh që janë blokuar me një gjë që s'ka nisur. Po si që nga blokuar kjo s'ka nisur? Ti ke argumentin në relacion që janë blokuar. Po si janë blokuar, kjo s'ka nisur. Akoma procedurat për ta blokuar, si janë blokuar. Është një vendim. Do më lësh dhe mua të plasë, se vetëm po flisni. Po të lëmë, Zoja Sina, po kur të kthesh përgjigje. Po i kam kthyer gjitha përgjigjet, pse s'do ta të kuptosh ti o Zonja Zhupa se çfarë. Doni të flisni vetë, të dëgjoni vetë, okay, vazhdoni. Keni sjell një projekt ligj që deri tani keni thënë dy gjëra. Një që është Marina në Vlorë,
pa data, pa gjëra që dhe kërkesa te Kizi për ishullin e Sazanit. Te dy që thoni dhe kërkesa te Kizi, po, dhe janë duke par anën ligjore. Dhe nëse nuk rregullohet kjo procedurë, dhe nëse nuk rregullohet dhe nëse nuk rregullohet kjo procedurë, investitori për ishullin e Sazanit rrezikon të largohet. Investitori këtë. Ta ka kërkuar investitori Sazanit këtë aty. Po jo pra zonja Sina, a kuptoni çfarë po thoni? Po thoni gjëra me nonsens. Zonja Sina, jeni duke thënë dhe unë ju ftoj që ta shikoni këtë video kur të ktheheni në shtëpi dhe të kuptoni se çfarë keni thënë, se ndoshta edhe emocione këtu patjetër. Jo, zoti Malaj. Zoti Malaj lutem. Po flas, nuk kam mbaruar. Zonja Sina, do t'ja jap. Zonja Sina. Nuk mund të flisim. Nuk, pra, në momenti që unë kam relacionin para, nuk mund të thuash për një projekt i cili do të vi, për një projekt që do të vi, është blokuar dhe projekti ka ardhur. S'doni ta pranoni ju, është te Kiz. Ik merrni informacion te Kiz. Zonja, po, jo, nuk ta jap mbaruar. Jo, pra nuk ta jap. Si, unë e votim. Po si, hidhe, po je zoti. Dhe jemi duke folur për bllokim procedurash. Ndaj ju lutem, fokusoni tek nisma dhe Zonja Sina. Ne jemi akoma, ne s'po bëjmë politik. Unë po bëj pyetje minimaliste. Do me thënë, deri tani s'kam bërë asë një pyetje politike, kam bërë pyetje minimaliste, kush është projekti, kush është pengesa, pse lind nevoja. Pra, kush s'përgjigjet do të thotë çfarë pyetje politike të bëj unë, e kupton? Një sekondë, zoti Mala, s'kam mbaruar. Po pikërisht e ka zonja Vata. Po e ka zonja Vata pastaj, një sekondë. Po do flisni dhe ju dhe 2 orë të tjera. Ndaj thash, zoti Malaj që Ndaj thash. Tani na e fjalën se ja dha përgjigjet. Zonja Sina, ju më thatë... Një sekond. Zonja Sina, ju thatë që po e bëni... Zonja Sina, dëgjoni atë, Zonja Sina, ju thatë, pra me sa kuptova unë, arsyeja e inicimit të ligjit ishte kërkesa që ka ardhur në Komitetin e Investimeve Strategjike për investimin strategjik të Sazanit. Kështu thatë ju. Tani, nëse ka ardhur kjo kërkesa për Sazanin, ju ka një datë të cilën ju do të na e thoni dhe mund të na thoni problemi ku lindi për portin. Pra, si ju erdhi juve problemi që këta nuk do ta marrin portin, se ata mund ta merrin fare mirë portin, se s'ka njëri tjetër që do ta kërkonte aty, nëse do të ishin ata investitorët strategjik në Sazani dhe me procedurë siç është sot në ligj koncesionare. Pra, unë këtë nuk kam arritur do të kuptoj para pyetjeve tjera. Kush ishte nevoja për të cilën ju e bët të ndërhyrje? Thatë, tani së fund me thatë ishulli Sazanit. Ndërkohë që në relacion, thoni blokime. Si rast, ua shpjegova fare mirë, kam një orë që po ua shpjegoj. Thoni ta kuptoni, mos e kuptoni. Po, ma shpjegoni, Zonja Sina, nuk keni përgjigje. Pra, ju nuk e dini pse keni iniciuar këtë ligj. Shumë mirë. Pra, ne kemi një pyetje e cila është minimaliste për të kuptuar që pse një deputet mbasi ka një relacion i cili është publik, që thot dhe mbasi e prezantoj këtu vetë, që tha, ne ndërhym në ligj, pikërisht se ka bllokime dhe vonesa, të cilat kanë cënuar investimet në porte, se kështu the. Minimalisht këtu duhet të sillje rastet që janë cënuar investimet në porte, janë kërkuar, jo mërë zoti Balla, se si e ti iniciatori, ta kështë propozuar ti, ta këshin dhënë ty të afirmosje. Tani, ndërkohë që zonja Sina thot, kemi raste, do duhet na thoshte rastet që janë blokuar. Me që se tha Marinën e tha si që mund të them unë sot,
Sofika, pra një gjë pa datë, pa procedurë, ku ka ngel dhe si ka ngel dhe pse ngeli, se është detyrimi i shtetit shqiptar ta shpjegojë pse ngeli. Tua shpjegoja, nuk doni zhurmë, nuk jam mësuar të bëj debate në zhurmë dhe pas fjala për ju. Ju lutem kolege, e ka fjalën zonja Asina. E ka fjalën zonja Asina. Jo, kur të mbaroj zonja Asina ka fjalën. Kur të mbaroj zonja Asina ka 2 pyetje të tjera zonja Vata. Zoti Malaj, me qetësi u mbajeni për qetësi. Tani ju lutem, e ka zonja Asina. Zonja nuk do të flasi. Pra ne kemi ftuar propozuesen komision që mos flasi. Më fal pak zonja Vata, fjalën ajo kësaj përdoreni atje ku jeni mësuar ta përdorni. Ju lutem përdorni etik me kolegët. Ju lutem, sepse realisht po habitem dhe po skandalizojmë nga performanca etike as pak qytetare profesionale të komisioni. Në rastet kur poshtet turistike janë pjesë integrale e projekteve strategjike turistike, këto 2 sisteme procedurale kanë krijuar mbi vendosje. Me që ju se kuptoni e doni prap, vonesa administrative dhe paqartësi kompetencash, duke ndikuar në ecurinë e investimeve. Dhe ky rregullim garanton unitetin e projektit, sepse ndodh një fragmentizim zonja Zhupa. Kur ka ndodhur? Ndodh një fragmentizim. Ndodh një fragmentizim në rastin kur projekti është si një tërësi e vetme, ne s'mund ta fragmentizojmë. Nuk mund ta fragmentizojmë projektin. Ku është uniteti i projektit nëse porti do t'i nënshtrojë një procedure të dytë koncesionare? Po pse jo, pse mos t'i nënshtrohet? Zonja Asina, ajo që unë nuk po kuptoj nga gjithë diskutimi është kush është e keqja që i vjen interesit publik dhe shtetit shqiptar duke bërë garë dhe duke bërë një procedurë koncesionare ku më të favorizuarit normalisht janë vetë investitorët strategjik, se ju e morët me drejt shembullin e Sazanit. Ju mendoni se dikush tjetër nga jashtë do shkojë të kërkoj portin e Sazanit? Po sigurisht investitorët do ta kërkojnë, do futen në procedurë nëse do jepet ishulli i Sazanit. Ajo që unë nuk kuptoj është pse duhet të ndryshohet një ligj i përhershëm për një ligj 6 mujor, që dhe 6 muaj ka. Ajo që unë nuk kuptoj zonja Asina, po pra zonja Asina është propozuese. Pastaj ju do jepni mendimin tuaj. Zoti zëvendësministër, ju do merrni fjalën, po të ishit ju propozuesi qeveri, do e kishit fjalën juve. Po jo, po nuk mund të sqarosh ti çështjet që janë për propozuesen. Unë pastaj do ta jap fjalën ty të mbash qendrim mbi propozimin, sepse nuk është propozimi jot, paktën letra, më kupton? Dhe unë duhet të ruaj standardin. Do ta jap pa ndërprerje. Ju lutem, jo, zoti Marë. Më i qetë. Jemi shumë normalisht. Si bërnda çdo norme po zonja Asina. Që të flas, ju nuk po na jepni drejt. Do t'ja jap pa limit. Ma jep pra tani jo. Pa limit. Se nuk e dua pa limit. Do ta jap sa të duash, por unë s'kam marrë përgjigjen e një pyetje të vetme. Po një rast të kërkoj. Ju si dua, unë dua vetëm një përgjigje ta kuptoj. Nëse tendenca është kjo. Ju kam asnjë tendencë. Tendenca është e dukshme. Po tani nëse nuk do na jepni fjalën, ajo nuk do. Asnjë. Përgjigje se është tendencioze gjëja. Nuk jemi në komision hetimor që bëni. Nuk dha asnjë përgjigje. Zonja Asina. Fjalën ajo s'ka asnjë përgjigje për t'ju dhënë mos. Po s'ka përgjigje, është më keq për atë, më turp për atë. Ça? Ti do t'i prishësh asaj punë. Turp është për punë turp, zonja Zhupa, dhe dilni kundra interesit. S'ka bërë ndonjë turp, zonja. Po. Këtë pyetje kam. Ke shumë të drejtë, zonja Asina, këtë pyetje kam. Si garantohet zonja Asina, meqense je këtu te interesi publik, si garantohet mbrojtja e interesit publik, zonja Asina, kur bëhet fjalë për trajtimin e vijës bregdetare dhe hapësirat publike në domen privat? Jo, s'jam e sqaruar, kështu që ju s'keni përgjigje asnjë pyetje deri tani. Keni lexuar një relacion që kishit gati dhe
Dhe tani unë kam pyetje, sepse ju vini në komision për të përgjigjur pyetjeve. Dhe pyetja, nëse s'dini të përgjigjeni, zonja Sina ju mirë kuptoj plotësisht, është shumë e vështirë të mbrosh një gjë që nuk e ke bërë vetë. Por, unë do t'ju garantoj të drejtën e fjalës në mënyrë absolute. Mund të më thoni si e garanton mbrojtjen e interesit publik kur bëhet fjalë për përdorimin e vijës bregdetare dhe hapësirës publike. Zonja Sina nuk keni përgjigje për këtë pyetje. Pyetja tjetër është ka gjë. Jo, e ka marrë, e ka zonja. Zonja, kam edhe... Mua, më fal pak, unë nuk e kuptoj gjithë të zhurëm zonja Zhupa. Zonja Sina. Më dëgjuat... Kam pyetje tjetër. Në projekt ligj thuhet Zonja Sina. Hape mikrofonin Zonja Sina në qoftë se do kthehesh përgjigje. Po, ju lutem vazhdoni. Tani, unë e sqarova dhe si mbrojt interesi publik. Nëse nuk doni të dëgjoni. Nëse nuk doni të kuptoni, është e drejta juaj. Unë e kuptoj shumë i pozicionin tuaj, doni të bëni politikën e ditës, doni të merrni pik tek ata pak mbështetës që ju kanë mbetur, por dhe me këtë politikë që po bëni dhe ata do t'ju mbisni mbas 2 dhe 4, patjetër, se kur isha unë në atë parti ju, zonja Zhupa nuk e din çfarë partia aderoni, ndaj mos se ktheni në personale këtë gjë, të mos filloj dhe unë personales, nëse do e kthejmë personale bashkarisht. Nëse do e kthejmë personale. Interesi publik garantohet përmes filtrit të investimit strategjik, kontratës koncesionare me detyrime të qarta për investimin, penalitete në rast kur kemi ne nuk është se po rregullojmë këtë procedurë dhe po cënojmë hapësirën bregdetare. Kjo është penalitete në rast mos përmbushje, monitorim shtetëror të rrep dhe transferim të detyrueshëm të portit në pronësi publike kur cënohen këto detyrime. Pra, pronësia publike dhe kontrolli institucional mbeten të pacënuara. Zonja Sina, a rrezikojmë ne që portet e Republikës Shqipërisë të përqendrohen në duart e një numri të vogël investitorësh i cili kontrollon hapësirën bregdetare shqiptare? Si e parandaloni ju si propozuese këtë gjë? Nëse keni 10 kërkesa për 10 porte strategjike. Asnjë përgjigje për sa kohë nuk marrin fjalën o zonja Zhupa. Nuk mund të na ndalosh të drejtën e fjalës. Po mos na ndalo. Sa të mbaroj zonja Sina. Është rast i veçantë, vetëm nëse porti ndodhet brenda projektit të investitorit strategjik, atëherë rregullohet nga kjo ndërhyrje. Në rastet e tjera, portet do t'i nënshtrohen ligjit 9710 sipas procedurave koncesionare. Pra nuk kemi monopol, unë ua thash dhe pak më parë, po të ishtit e vëmendshme. Dhe duhet të kemi parasysh diçka, zonja Zhupa, që nuk duhet ta shohim sot detin si potencial, por duhet ta kthejmë në një burim ekonomik, ashtu siç kanë bërë vendet e rajonit. Dhe Shqipëria të kthehet në një destinacion dhe të jemi në fazën që sot të thithim turizmin elitar dhe jo atë masiv. Si ku ne nuk i garantojmë pushuesve infrastrukturën bregdetare, që është një element shumë i rëndësishëm për të... Se ju jeni qeveri, pse s'ja garantoni? Kryetare, të lutem, se unë nuk e kuptoj, se ju po flisni ne si garantojnë, pse s'ja garantoni? Unë s'kam ardhur të bëj leksione juve, zonja Zhupa, pse s'po ja garantoni. Këtë jemi duke bërë, duke garantuar sigurinë detare, jemi duke garantuar dhe duke i dhënë siguri juridike investitorëve, jemi duke shmangur kontratat konfliktuale që mund të lindin me operatorët dhe investitorit strategjik, nëpërmjet rregullimeve procedurale, nëpërmjet harmonizimit ligjor, dhe vetë FMN-ja në raportin e vet, ekziston këtë pjesë. Paqartësia juridike është një element shumë i rëndësishëm
për investitorët e huaj. Ndaj rregulloni sistemin ligjor për të afruar dhe rreth vetes dhe për të krijuar një klimë të besueshme për investimet. Ky ka qenë problemi i FMN-s që ne s'japim portet pa procedurë konkurrence. Kryetare, të lutem. S'është e vërtet. Nuk është e vërtet. FMN-ja nuk e ka ngritur kur. Se ja morë fjalë. Nuk e ka ngritur FMN-ja kur çështjen e dhurimit të porteve si kriter për zhvillimin e investimeve të huaja. Dhe në këtë rast nuk ka pasur asnjë paqartësi ligjore. Ligji i investimeve strategjike kishte fushën e vet të investimit strategjik, ligji i porteve kishte futin e vet.